Nëse hani mjaltë në mëngjes esëll për një javë, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Mjalti është nektar dhe ëmbëlsi koncentruar e luleve që është përpunuar nga bletët dhe është kthyer në shurup të pastër. Burimi i nektarit nga i cili është bërë mjalti e përcakton ngjyrën dhe aromën e tij, ndërsa lloji më i mirë është mjalti me ngjyrë të çelur. Mjaltin me të vërtet mund ta bëni edhe pjesë të dietave tuaja të përgjithshme. Mjalti është shumë i dobishëm, ai ka vlera të mëdha ushqyese. Mjalti është një ushqim me kalori të larta, por është i fuqishëm dhe i qëndrueshëm. Ai është një mjet për shpërlarje dhe për relaksativ. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por cilat janë përfitimet që do të marrë organizmi juaj me konsumin e mjaltit? Mjalti është një nga produktet ushqimore me më shumë vlera për organizmin dhe për trupin tuaj në tërësi. Ndaj, përfshirja e tij vazhdimisht në dietën tuaj mund të luajë një rol pozitiv edhe në lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Sipas Healthline në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni me konsumin e mjaltit. Mjalti mund të ndihmojë në pastrimin e lëkurës suaj. Mjalti është një antioksidant i shkëlqyer që do të thotë se konsumi i tij do të rregullojë dhe do të pastrojë trupin nga toksinat e ndryshme. Përveç kësaj, vetitë e tij antibakteriale do të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin tuaj të lëkurës dhe mund të lehtësojnë komplikacionet e saj. Mjalti mund të ndihmojë në largimin e peshës së tepërt nga trupi. Nëse jeni duke u përpjekur për të dobësuar, mjekët rekomandojnë të hiqni dorë nga ëmbëlsirat, përveç konsumit të mjaltit, sepse sheqeri i pranishëm tek mjalti ka përmbajtje ndryshe nga ajo që gjendet te ëmbëlsirat e tjera. Mjalti rrit metabolizmin tuaj, i cili është thelbësor për humbjen e peshës, citon Healthline. Mjalti do ju ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të larta të kolesterolit në trup. Mjalti nuk ka fare kolesterol. Përkundrazi, përbërësit dhe vitaminat e tij kontribuojnë në uljen e niveleve të kolesterolit. Konsumi ditor i mjaltit ka efekte të dobishme në nivelin e antioksidantëve në trup që mund të luftojnë kështu edhe problemet e kolesterolit të tepërt. Mjalti do ta bëjë zemrën tuaj edhe më të fortë. Ullumtimet tregojnë se antioksidantët që gjenden me shumicë tek mjalti mund të parandalojnë ngushtimin e arterieve. Në varësi të vendit të ndodhjes, ngushtimi mund të çojë në dështim të zemrës, përkujdesje të dobët të saj, madje përkeqësim të kujtesës, gjithashtu edhe dhimbje të kokës. Pirja e një gote me ujë me mjalt çdo ditë mund të jetë mjaftueshme për të marrë këto përfitime, citon Healthline. Ndaj, përfshirja e tij në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv shumë i nevojshëm edhe në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Mjalti është një produkt fantastik edhe për personat të cilët duan të kenë një memorie më të mirë. Ullumtimet e tjera demonstrojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin, për të rivendosur kështu mbrojtjen e antioksidantëve qelizor, si dhe për të përmirësuar nivelin e memorisë suaj. Përveç kësaj, kalciumi që gjendet te mjalti tretet lehtë nga trupi juaj, i cili ka efekte të domosdoshme në funksionet e tij. Mjalti do të jetë një aleat shumë i mirë i organizmit edhe për të përmirësuar cilësinë e gjumit. Sheqeri që gjendet te mjalti rrit nivelin e insulinës në gjak, e cila më pas çliron serotoninën. Serotonina kthehet më tej në melatonin, një hormon që nxit cilësinë e gjumit, citon Health.com. Do të keni një stomak më të shëndetshëm me përfshirjen e mjaltit në dietat tuaja të rregullta ushqimore. Mjalti është një antiseptik natyral dhe i fortë, prandaj rekomandohet të hahet të paktën një lugë me mjalt me stomakun bosh. Ky ritual është tërësisht i thjeshtë dhe ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin e problemeve të aparatit tretës, duke lehtësuar kështu këtë komplikacion. Përveç kësaj, ndërsa kalon nëpër stomak, mjalti mund të shkatërrojë mikrobet dhe të lehtësojë edhe problemet tuaja të mukozës, duke u kthyer në një aleat perfekt edhe për shëndetin e stomakut. Mjalti në dietën tuaj mund të lirojë tensionin. Kjo mund të tingëllojë disi e çuditshme, por në fakt është e vërtetë.
Mjalti mund të ndihmojë në qetësimin e nervave dhe të lehtësojë gjithashtu edhe problemet që mund të shkaktojnë lodhje. Glukoza që gjendet me shumicë të mjalti është thelbësore për punën e neuroneve, thjesht, shpejt dhe mund të thithet shpejt në gjak, gjë që çon më tej në relaksimin dhe lehtësimin e çrregullimeve psikologjike. Përfshirja e mjaltit në dietën tuaj, sipas ekspertëve të Healthline, është mundësia më e mirë ushqyese që mund të ndërmerrni edhe në dobi të shëndetit tuaj. Vlerat e mjaltit në shëndet janë të provuara shkencërisht dhe jo më kot ai njihet si ari i lëngshëm. Prej mira vitesh, mjalti ka qenë zgjedhje kryesore kundër inflamacionit edhe në shërimin e organizmit. Sipas të dhënave, një nga mënyrat efikase dhe më të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat që ofron mjalti në organizmin tuaj është konsumi i tij edhe përpara se të shkoni për të fjetur. Kështu përfitimet që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i mjaltit do të jenë të menjëhershme në organizëm dhe të plota. Mjalti mund të tretet edhe në lëngje ose me çaj kamomili, edhe në qumësht të ngrohtë dhe t'ju jap këto rezultate mjaft fantastike për cilësinë tuaj të gjumit. Por cilat janë vlerat shëndetësore të ngrënies së mjaltit përpara se të shkoni për të fjetur? Ai do ju ndihmojë të evitoni kështu kilogramat e tepërt. Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë edhe në djegjen e yndyrnave dhe përmirëson në këtë mënyrë edhe funksionet tuaja të mëlçisë. Duke pirë çaj me mjalt në vend të sheqerit, do të parandaloni kështu shtimin e kilogramëve të tepërt në trup dhe do të ulni nivelin e sheqerit në gjak dhe trigliceridet. Studimet konfirmojnë se ngrënia e një lugë çaji me mjalt para gjumit mund të frenojë urinë gjatë ditës. Kësaj mjalti ju ndihmon të humbisni në peshë teksa jeni edhe më pak të uritur. Mjalti cilësohet nga ekspertët e shëndetit si një aleat shumë i mirë i gjumit cilësor. Mjalti mund të ndihmojë në përmirësimin e gjumit, mungesa e të cilit mund të shkaktojë shumë probleme shëndetësore siç mund të jetë për shembull tensioni i lartë i gjakut, diabeti tipi 2, artrit, ishemi dhe problemet e zemrës. Nëse konsumohet të paktën një lugë çaji me mjalt përpara se të shkoni për të fjetur, do të rrisni nivelin e insulinës e cila ndihmon në çlirimin e hormonit triptofan. Mjalti ndihmon edhe në rritjen e serotoninës, hormoni i humorit, kënaqësisë dhe gëzimit, se dhe ndihmon gjithashtu të keni një humor më të mirë gjatë gjithë ditës. Mjalti mund të ulë riskun e problemeve të luhatjeve të sheqerit. Duke zhvendësuar të gjithë ëmbëlsuesit e tjerë me mjalt, do ta keni më nën kontroll luhatjet e sheqerit në trupin tuaj, gjithmonë duke u konsultuar me ekspertin e shëndetësisë dhe me përzgjedhjen e sasive të duhura të mjaltit që mund të konsumoni brenda një dite, do të keni këto ndikime pozitive shumë të rëndësishme për mbrojtjen e luhatjeve të sheqerit. Mjalti është një produkt fantastik edhe për personat të cilët do vuajnë nga problemet e alergjive. Mjalti mund të luftojë alergjitë e sezonit dhe gjithashtu të forcojë më mirë imunitetin tuaj. Kjo aftësia atribuohet mjaltit të vërtet dhe jo atij të pasterizuar. Mjalti të paktën një lugë çaji me mjalt çdo mbrëmje mund të ndihmojë në shmangjen e alergjive ditore dhe gjithashtu të lehtësojë problemet që poleni mund të shkaktojë në trupin tuaj. Mjalti është një produkt fantastik edhe në rritjen e vlerave tuaja të imunitetit. Antioksidantët që gjenden me shumicë tek mjalti mund të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e shëndetit të zemrës dhe të forcojnë imunitetin tuaj. Nëse pini një gotë me ujë të tretur në të një lugë çaji mjalt çdo mbrëmje, kështu përfitimet e tij në organizëm do të jenë mbreslënse në rritjen e vlerave të imunitetit dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Do të mbrojë rrugët tuaja të frymëmarrjes dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tyre. Ekspertët e cilësojnë mjaltin si një alternativë të shkëlqyer dhe produktive për të shtuar në dietën tuaj. Të paktën një lugë çaji mjalt të tretur në një gotë me ujë është gjithçka që trupi juaj ka nevojë në këto raste, duke lehtësuar komplikacionet dhe duke rritur kështu vlerat e tij në dobi të shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat parafrake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.